që të thonjëm nga Elbasani. Po mamin e kam nga Tepelena, kështu që kujdes. Kam luftu. Kthehemi në transmetim të drejt për drejt. Edhe në Vlorë. Jemi vetëm një pjesë e kombit që kemi luftuar në gjithë territorin. Në transmetim të drejt për drejt, prend që jemi live. Po pra, se këtu vetëm gumzhon kur ka publicitet, tani jemi live. Po shiqyr që jemi live. Okej. Dëgjojnë të gjitha këto muhabetet, prandaj. Flasim për protestën, fokusohemi sot në fakt tek amendamentet që kanë kaluar dje në Parlamentin Evropian dhe pas shpinësime vazhdojnë të shfaqen pamjet ku vazhdon marshimi i qytetarëve nga Tirana e Re. Dhe këtij Krishniku do doja t'i merrja një mendim lidhur me protestën dhe me zhvillimet e saj. Krishnik, sa do të rezistojë? Nëse gjithë panelin fakt e pyeta sa do rezistojë Rama, tani doja të të pyesja aty sa do të rezistojnë protestuesit. Duke marrë parasysh me pikun, me kulmin që pati protesta, edhe me ditët si po i shohin tani edhe pjesëmarrjen. Tani, mendoj që protesta e ka mbyllur fazën e parë dhe faza e parë ka qenë masiviteti dhe qëndrueshmëria, që për hir të vërtetës janë krejtësisht të ndryshme nga çka ndodhur më parë. Për shembull, në këto 3 javë janë bërë më shumë protesta se çka bërë Partia Demokratike në 13 vjet. Dhe kjo është për t'u admiruar, është një leksion shumë i mirë për opozitën, për treguar që ajo nuk ka përfaqësuar interesat e gjithë frontit opozitar. Protesta ka treguar që populli opozitar është disa herë më i madh se PD-ja. Po? Pra dhe PD-ja ka qenë një parti e cila ka marrë peng flamurin dhe protagonizmin e opozitarizmit. Me numra fiktiv, që do të thotë PD-ja nuk përfaqëson gjithë frymën opozitare. Fakti që del një turm aq e madhe, ose një sasi, se ka që e konceptojnë fjallën turm negative, po? Jo, si term komunikimi e okej. Po, se është atëherë një turm kaq masive, një bulevard i mbushur në mënyrë konsekuente, po i rritur në gjithë diasporën, ka treguar që deputetët e Partisë Demokratike nuk e përfaqësojnë këtë kohë. Fakti që ata thresin dhe Berisha në burg, Rama në burg, tregon që ata nuk përfaqësohen as pak nga Partia Demokratike. Ky është problemi i parë. Problemi i dytë është që protesta ka rritur pritshmëri shumë të larta. Populli shqiptar, po ti shikosh në opinionet e tyre, pret që ndryshoj sistemi, pret që të burgosen, shpërndahet parlamenti, të gjithë i don health, sekuestrohen, shkatrohen oligarkët, pra është fryma e 44-ës, 90-ës, apo nuk di, mos i referohem pak më larg, pra pritet një ndryshim shumë i madh. Tani, atje ku ka pritshmëri të madhe, shpesh ndodhin dhe zhgënjimet më të mëdha. Sepse është e vështirë që në demokracinë liberale, në një sistem pluralist si Shqipëria, ndryshimi të vijë aq shpejt. Edhe sikur ne të marrim... Sa shpejt, për shembull, se ne kemi edhe energji mund ta ndihmojmë me një listë të revolucioneve që kanë ndodhur, ka pasur ato që kanë filluar për 4 ditë, për 10 ditë, 3 muaj, pra ka të ndryshme në historinë e demokracive. Ndryshim që ketë bëj me jetën e qytetarëve, edhe sikur ne t'i marrim kryeministrat, presidentët nga Italia, Gjermania, Franca, në mënyrë se si ne i kemi shkatruar themelet e shtetit, me pronën, me investimet, me tregun, me monopolet, me trafiqet, e tjerë, me pastrimin e parave. Është shumë e vështirë që Shqipëria të ndryshojë shpejt. Dhe njerëzit duhet përgatiten që në jetën e tyre, ndryshimi do të jetë i ngadalt e para. E dyta, ndryshim politik nuk do të ketë, në qoftë se kjo lëvizje politike nuk prodhon partin politike, liderët politik dhe kandidatin për kryeministër për të rivalizuar Ramën dhe Berishën. Në qoftë se kjo lëvizje do të vazhdojnë në këtë mënyrë, siç po vazhdon sot, duke sulmuar selinë e Partisë Demokratike. Po, sot pam 2 raste. Duke sulmuar deputetët dhe selinë e parlamentit. Nesër do vazhdojnë te spitalet të sulmojnë mjekët e korruptuar. Pastaj do vazhdojnë nëpër
fakultetet, sulmojnë pedagogët e korruptuar. Pastaj do shkojnë në përçerdhe edukatorët e korruptuara. Pastaj do shkojnë në parukeret e korruptuar apo në policët e korruptuar. Kjo do kalojnë në një banalitet të jashtëzakonshëm. Më thënë ishte mos ju duket çudi, domethënë kjo është minimumi që mund të ndodhë. Sepse po nuk shliru foltoren. Po me parukeret shpat, kjo Kreshnik. Po nuk shlirove foltoren, kthehesh në floktore. Tani, në një barkë e cila nuk ka as kapiten, nuk ka as rremaxhi, nuk ka as motorist, ajo mbytet mes oqeanit dhe do zhgënjej shumë keq. Po, ka një frikë që nëse ka një kapiten, ai kapiteni mund të vendoset në negociata, mund të manipulohet. Marcela, vetëm një sekund. Se ka një zhgënjim. Funksionon se nuk ka një kapiten. Në momentin që ajo ka kapiten, ajo shkëputet. Alesja, të lutem vetëm një sekund. Shqiptarët duhet ma dëgjojnë një sugjerim juridik, jo politik, shumë të paanshëm. Ndryshimi i sistemit kushtetues, i sistemit politik, për zgjedhjet e presidentit, për zgjedhjet e kryeministrit, për parlamentin, për ligjet, për të gjitha ato që dëshirojnë, vinë vetëm nëpërmjet dy rrugëve kushtetuese. Ose këtë do ja besojnë vetes, duke ngritur grupimin e vet politik, që të fitojnë dhe të okupojnë vendet në parlament, duke qenë mazhorancë dhe të votojnë një sistem të ri për shqiptarët dhe ta qeverisin këta që janë shesh Shqipërinë, ose rruga e dytë është që idetë e tyre ja besojnë Ramës dhe Berishës që t'i vështojnë parlament. Rrugë të mesme nuk ka. Kush është rruga e mesme? Tani këta s'dun kapiten se i korruptohet, nuk kanë besim. Thonë, po e zgjodhëm një lider, do na e kapin rrugët. Tani çka momenti kur ti nuk i beson vetes. Kam një Këtë desha të them se edhe këtu në studio e thanë gjatë kohës që ju po flisni, që po të dali një person i cili do të udhëheqë interesat e protestuesve, kanë frikë se korruptohen. Tani këto protestues po dalin thonë të iki partia në pushtet, të iki opozita, të ikin institucionet, se do vim ne. Ata nuk gjenë dot një njeri i cili, apo një grup njerëzish, nuk ju besojnë dot një grup njerëzish që drejtojnë protestën, ne duhet me ju besu Shqipërinë atyre. Tani varet se kush del, për shembull prenë që nga protesta po dalin. Tani nëse ti mbes asaj turme, s'ke 5 njerëz pastër, si pretendoj që ta drejtosh Shqipërinë ti? Me çfarë njerëzish do ta bësh? Do t'i marrësh këtë muja? Postatshëm, pasi datën 21 pritet që protestat jenë masive, pasi do vi gjithë diaspora në Tiranë dhe pa diskutim që sheshi do jetë i mbushur dhe pjesëmarrja do jetë masive. Dhe mendoj që kjo protestë deri tani pa diskutim ka pasur qëndrueshmëri qytetari, por mbi të gjitha ka kërkuar ndryshimin e sistemit, ndryshimin e xhaketave të vjetra, të klasës vjetër politike. Unë nuk besoj kurrësi që është pa një plan dhe unë mendoj që mbas datës 21 ku është njoftuar që do jetë protesta e madhe, ato do dalin me një grup konkret, sepse pa diskutim, nëse të gjithë ne përfshirë dhe mua që protestoj duam të mundim Ramën, ne nuk mund të pengojmë që Rama të jetë kryetari i Partisë Socialiste, sepse kryetarin e Partisë Socialiste e zgjedhin antarët e Partisë Socialiste. Ama nëse ne duam të hymë ngar me Ramën, ne pa diskutim që duhet kemi një program dhe një vizion qartë. Dhe pa diskutim qofse kjo protest nuk arrin të prodhoj një element ose një faktor politik është e dështuar, sepse ti i kërkon Ramës zgjedhje, po jam nesër thotë Rama jap dorëheqjen fuz vendin për 45 ditë zgjedhjet parakoshme. Këta janë pa përgatitur. Dhe ligjërisht nuk kanë duhen për të formuar një parti politike. A Marcela, të bëjmë një analizë me fillë. E nuk do të prodhoj kur kjo protest? Po atë nuk mund ta themi. Po jo po ta them unë. Atë nuk mund ta themi. Po e kemi lexuar se 20 ditë është mjaftueshëm për ta lexuar. Unë te kjo protestë. Jo, nuk është mjaftueshëm. Historia na tregon ndryshe, se do kalojmë temë tjetër. Kjo protestë dha një mesazh shumë qartë për gjithë shqiptarët dhe për gjithë ato individ cilët mendonin flas për demokratët që u vodhën zgjedhjet. Kjo protestë tregoi qartë që zgjedhjet i fitoi Partia Socialiste dhe se Berisha nuk është më opozita në vend. Që Berisha nuk përfaqëson më opozitën, sepse nëse ato zgjedhje do ishin vjedhur, do ishin pa diskutim gjithë sheshi që do protestonte. Duke mos pasur më aftësinë për të protestuar dhe për të ngritur frymën, pa diskutim që
të vi gjithë ndryshimi i madh i sistemit, i pari që duhet japi dorëheqjen është Sali Berisha, në mënyrë që vendi të ketë pa diskutim zgjedhje të lira, zgjedhje të ndershme dhe të ketë pa diskutim një opozitë fortë. Alesja, jo, një sekundë, se nëse Rama thot unë i bëra në 11 maj zgjedhjet dhe kam një vit që sapo jam zgjedhur, Berisha sa i ka bërë zgjedhjet. Jo, ai garoi me veten, Marcela tani. Me të veten do thotë që nuk ka shanse. Pa i kur Rama nuk e japë një sekundë, ai garoi me veten dhe pa diskutim që Sali Berisha nuk është kryetari legjitim i opozitës. Po më të shpjegoj pa kullën që mori Ilir Shtufi dhe Shkëlzeni, kullën të stadiumi, pra atë të flasi Sali Berisha, që ta besojnë shqiptarë. Okej, mirë. Shohim pak revolucionet në fakt sa kohë kanë marrë. Në 86-ën, People Power Revolution në Filipine, rreth 4 ditë intensive, pas disa muajsh tensioni, është rrëzuar regjimi. Në 89-ën, Velvet Revolution në Çekoslovaki rreth 6 javë, pra ne sot jemi në vetëm në javën e 3, demonstrata paqësore, greva studentore, greve përgjithshme, edhe mënyrat dhe format kryesore të protestës janë interesante se si janë përdorur në revolucione të ndryshme. Qeveria komuniste dha dorëheqjen. Në 2003-shin Rose Revolution në Gjergjit zgjati 3 javë me marshime, protesta, është larguar presidenti. Në 2004-ën Orange Revolution në Ukrainë afërsisht 2 muaj, kampe protestuesi, shtubimet vazhdueshme, mosbindje civile, u përsëritën zgjedhjet presidenciale. Në 2011-ën Jasmine Revolution në Tunizi rreth 4 javë, presidenti Ben Ali u largua nga vendi. Në 2011-ën Egyptian Revolution 18 ditë, protesta masive në sheshe, greva, Hosni Mubarak dha dorëheqjen. Në 2022-shin Aragalaya në Sri Lanka zgjati rreth 4 muaj me kampe proteste, marshime, pushtim të ndërtesave shtetërore, është larguar presidenti nga vendi. Në 2024 protestat studentore në Bangladesh zgjatën rreth 1 muaj, është larguar kryeministrja Hasina, por nga ana tjetër kemi edhe Serbin që për gati 1 vit ka në protesta. Gjitha këto vende, shikoj çfarë vendesh janë e para, e dyta. Në gjitha këto vende ka patur vërtet nevojë për revolucion sepse pushtetet kanë qenë diktatoriale, dhe e tjetra është kjo, që ne të shkojmë në këtë lloj revolucioni, ka në pothuajse një pjesë të mirë atyre ka greva. Kur tulen protestuesit, kur pushoj zhurma, ja po ta them unë çfarë ndodh, kur pushoj zhurma e bërtitura dhe kur të fillojnë të shkojnë në grevë, që të bëjnë muhabet me njëri tjetrin dhe të shplasin për interesat që kanë, kur ai i thethit thotë unë protestoj se më kanë prish ndërtimin pa leje në zonë të mbrojtur dhe ky zvërneci do thotë që unë nuk dua të ndërtohet në zonat mbrojtura, ata do kuptojnë që janë të dy të kundërt. Kur ai LKBDI-s do thotë që unë po protestoj për drejtat e mia dhe ky konservatori ka dalë në protest kundër të drejtave të tyre, ato do hyjnë protestë me njëri tjetrin. Prandaj nuk ka kohë kjo. Tash ju thonë që të nxjerrë kokën. Aty janë 7 parti opozitare bashkë. Kur ta morën vesh Lapaj, Qorri, edhe Saljanit, edhe të Berishës që janë gjithë tu protestuar për me marrë pushtetin, aty do bëhet çrap. Po, Prençi? Me revolucionet, ka ditë apo forma e protestës? Me revolucionin, forma e protestës. Tani se kemi 90 ditë të njëjtën skenar. Të thuash se nuk jemi në kushtet e një nevoje kombëtare për protest pas gjithë këtyre mashtrimeve që janë bërë publikut në raport me garantimin e certifikatave të pronës që në vitin 2013, duke demonstruar shpërndarje certifikatash cep të Shqipërisë, po kanë marrë vetëm një grup patronazhistësh në theth dhe një grup patronazhistësh. Nëse tani problemi i pronës është më i vjetër dhe se ne mbajmë mend. Një marrëveshje tani që unë nuk i prisha qetësinë aty në kur folën, tani më leta marroj se një radhë më kalove pa e morë fjalën. Edhe tani më takon ta marr. Unë kam përjetuar revolucionin në 18 ditë në Egjipt, kam pas fatin në cilësinë e drejtorit të policisë. Kam udhëhequr një grup oficerë shqiptarë që jemi trajnuar në Akademinë Hosni Mubarak. Dhe kemi përjetuar këtë revolucion. Shiko, të thuash që Egjipti ka më shumë nevojë, pavarësisht se si mund ta interpretojnë njerëzit, dhe ku është Egjipti dhe ku jemi ne, demokracia në Shqipëri e pranojmë të gjithë se është e brisht dhe në mënyrë kategorike ne gjithmonë jemi udhëhequr nga udhëheqës totalitar. Pra nuk kemi patur ndonjë udhëheqës, ndonjë kryeministër që të ketë menduar për demokratizimin e jetës shoqërore në Shqipëri. Pavarësisht parullave që janë përdorur. Por unë e konsideroj mjerane ose mjeran idenë e gjithkujt që thotë që po iku Rama kush do e qeverisë Shqipërinë,
po vdiq Enveri, vdiq Shqipëria, vdiq Ramizi, s'ka marrë Shqipëri dhe s'ka kush e udhëheq Shqipërinë. Me këto parolla nuk mund të shkojmë, sepse ne kemi provuar. E kuptoj këtë qëllimin tënd, po. A duhet të dalë dikush si fuqi po partijake, nga protesta? Shqipërinë e ka qeverisur duke qenë kryeministër një 29 vjeçar, në një moment krize që kaloi Partia Socialiste, Pandeli Majko. E ka drejtuar në periudhën kur gjysma e kombit shqiptar, gjithë kombi ishte në luftë, kurse gjysma e kombit ishte degdisur nga trojet, nga shtëpitë e veta. Por u qeverisë Shqipëria, me ndimin e shqiptarëve, me ndimin e të huajve dhe u qeverisë. Sot, populli proteston, si pas meje, në pak ditë, besoj nga java tjetër, protesta do të nxjerrë një komitet drejtues. Komiteti do të udhëhiqet jo nga ata që flasin në tribuna, sepse ajo është tribunë e popullit lirë që përcjellin mesazh gjithkush, çdo kategori. Normalisht kanë pas ftesa shumë persona, por nuk kanë pranuar ta marrin fjalën, sepse ajo tribunë ju përket nismëtarëve dhe kategorive të popullit, të cilit realisht do shprehin cilat janë shqetësimet e popullit vërtet. Jo të Marseles që ka mundësi me pi 3 herë kafe në ditë, apo të Shemsi që mund të pi 7 herë. Edhe unë se pi, po përdora emrin tim dhe tëndin, që të mos lëndoj ndonjë tjetër. Dhe pas daljes këtij komiteti, do të zgjedhin edhe një drejtues, edhe pastaj do të hartohet një plan. Po, kështë një lajmë që është shpritur me ditë. Nuk kemi pse të mërzitemi. Dhe për këtë nuk du të shqetësohet në mënyrë kategorike askush, as nga opozita zyrtare, as nga mazhoranca zyrtare. Sepse edhe mazhoranca, edhe opozita zyrtare, kanë barrën e përgjegjësive për keq qeverisjet në vitet që u ka takuar ata qeverisin. Sepse ne e thamë që Katraura nuk u bë dje. Katraura ka filluar me ligjin 7501 në parlamentin pluralist, të parin parlament pluralist, me miratimin e ligjit 7501, edhe me disa ligjet të tjera për pronat e tjera në Shqipëri. Pastaj, kur prona filloi të marrë vlerë, nuk u bë më shpërndarje, po toka shtetërore, u shit ose ju dhuruar, u tjetërsua, ashtu siç po të keni parë ditët e funit, ca video, ca copza videove që kanë dalë nga Spaku, se si janë dhënë 1200 hektar, si janë dhënë 120 hektar, si janë dhënë 320, i keni në TikTok. Dhe shumë shpejt, do keni ca copza tjera, ku me patrupsin më të madhe, flasin kryeministra, flasin sekretarët përgjithshëm, flasin ministra, qa bëre për atë tokën e ti mikut tim, e si bëre për atë tokën e ti mikut tim. Të lutëm shumë. Dhe gjo, turpi ma i ma, kur shqiptarët, kur shqiptarët të dëgjojnë, se si zyrtarët më të lartë shtetit, kanë bërë pazarin e tokës publike, nuk do të ketë këllë që të ri as kryeministrin zyrë, as ministrat. Okej, mirë, dhe presim dhe ti... Dhe po i thënë, publikisht, gjdo zyrtar i shteti, mos e lërni kazanin të vëlloj deri sa të derdhet shkuma. Se do ketë probleme. Mirë, Ermal, në kohën që flasim për protestën, një nga kolegët tuaja socialiste, Neo Malsoria, duket që ka sjell një reprotest të sajnë për mes disa statuseve, nuk e di nëse ka pasur me ju komunikime se si grup apo dhe tjera detaje, por çfarë e solli këtë përplasje le të themi apo këtë ndarje mes jush dhe Neo Malsores, dhe një Fuçeku? Shive, nuk kam pas komunikim tash së fundmit, pakën personalisht, edhe nuk e ditë këtë pas nga pjesa e grupit parlamentar. Nuk kemi pas një marrëdhënie krejt normale mes disë kolegësh në punë e përditshme që kemi pas atje. Ajo që është për të diskutuar në fakt, është pak shqetësues momenti, sepse zonja Fuçeku ka paraqit, ka shkrujt, ka më disa qëndrime në rrjetin social. Ato janë qëndrime personale përsa për këtë pjesës së më përpara, është për të diskutu pa tjetër edhe ajo, por qëndrimi i fundit që ka pas i ditës djeshme, në fakt ka qenë pak shqetësues për gjithë secilin. Por pa shqetësues është edhe momenti që se si bëhet historia që ne t'i adresojmë, pra se si institucionet që duhet t'jenë, sepse në qoftë se Mariana... Flasim për të njëjtin status, apo jo? Në qoftë se zonja Fuçeku
ka pas një problematik tilla, jam patjetër që duhet i drejtohet institucioneve përkatëse, sepse Ja, ta citojmë dhe të ndjek me një herë në bisedë. Nuk mund të shkojmë në pjesën që ti transferojmë institucionet e këtij shtetit në rrjetin social, sepse pastaj hyn atë kakofoninë e diskutimeve se sa të besueshme të pa besueshme jam, unë nuk dua që të jem fare. Okej, ja një moment, ky mesazh i drejtohet Bajrave të Shkodrës. Nëse familjes teme i preket qoftë edhe një çime floku, unë s'kam me lan pa ju shkatërrue sa të kem jetën. Është ky mesazhi që është bërë në rrjetet sociale nga zonja Koçeku për gjatë ditës së djeshme dhe sot. Patjetër që nuk duhet të rrit vetëm në rrjetet sociale, sepse unë njeh ka pastaj edhe deklaratën Ja, një moment të lutem, ta unë kam ndjek me shumë vëmendje, sepse ndjeshmëria ime patjetër që është unë kam kolegën në parlament, edhe ne kemi nejtë me pikafë një tjetërin, pra praktikisht, edhe jo vetëm për faktin që ajo është deputete, por për çdo qytetar tjetër. Pra në momentin që gjithë secili prej nesh, sepse këtu kemi ngeli fije mrapa ne me këtë historinë. Sepse gjithë secili për qytetarëve që ka një problematik, edhe këtë problematikën e ja thot babë sa arë, sa dajës të shtëpia, apo ja thot edhe shkruan në rrjetin social, edhe e fut në kanalet tjera komplet të pa certifikume, të pa adresume, pra praktikisht një problem shumë të madh ti nuk e ke adresu. Edhe pikërisht kjo është gjaja. Pse nuk ka bërë, ajo ka qenë pjesë e mazhorancës, duhet kishte më shumë besim tek institucionet e ligjzbatuese të policisë shtetit. Unë nuk kam komunikuar, nuk e di. Marcela. Po, ja vetëm një moment të ta shtoj diçka sot për kundër punë, le të themi, të gjithë këtij statusi që ka bërë zonja Koçeku dhe që nuk ka pasur, sepse ne kemi marrë reagime edhe zyrtare nga policia, kanë qenë pikërisht Bajrat, të cilët kanë bërë një depozitim pa dije në SPAK. Për të gjithë të situatë, për kemi pasi ditë intensive në kuvend, ndoshta po, ja po ja informoj edhe së një lajmë, po. Diçka faktikisht kur pash statusin u shqetësova dhe pa diskutim që mbajti në mendje pyesja kolegun tim Sokol Tahirën, që është edhe avokati i Bajrave dhe në vërtetësinë e këtij statusi nuk ka asgjë të vërtetë, pasi zonja në djenin time normalisht edhe të kolegut tim avokat, me aq informacion sa kam unë, nuk i ka ardhur një kërcënim me jetë për kundrejt asgjëje. Për mendimin tim e bën thjesht për të përfituar famën e momentit. Këto flas gjithmonë me informacionet që më ka dhënë kolegu im avokat, me cilin pa diskutim kam një komunikim miqësor dhe profesional, dhe pa diskutim që është dhe përfaqësuesi ligjor i zotrinve që zonja në fjalë pretendon që e kanë kërcënuar, po që e kanë bërë sot dhe këto informacione kanë pas që dije faktikisht, se më tha Alicia pa merak, më tha se nuk e ka kërcënuar askush, as njëri, se më erdhi keq faktikisht kur e pash, sepse një femër politike re dhe pse të kërcënohet nga bandat kriminale. Nuk ka pasur asnjë emisar që mund të ketë dërguar fjalë, një mesazhe. Një pyetje, me çështje që rrjetet sociale mund të shkojnë për të vërtetuar. Marcela, ti mund të përfundoj shoqëria jonë që ti adresojmë problematikat aty nuk ka kam një pyetje drejt për drejt me Alesian. Po. Nga bisedat që ju keni konsumuar me kolegun tuaj avokat, keni marrë këtë përgjigje? Po, nderuar. Pyetja ime për ju, se gati jeni moshatar me Mariana Koçeku. Po, patjetër. Në 2018 ka udhëhequr protestat e studentëve. Njën nga udhëheqët. Dhe pyetja ime e drejt për drejt. Po. Mariana Koçeku është deputete e Partisë Socialiste, ka qenë deri më dje. Mariana Koçeku Republikës Shqipërisë. Është deputete. Mariana Koçeku nuk mund të konsiderohet një njeri rruge, po është një intelektuale. Se sa askush të gjë. Prit një minutë. Atëhere, përse mendoni ju, si juriste dhe si avokate, atë po ta kthej unë përgjigje. Përse si e mori guximin ajo të përplasët në distancë me Bajrat dhe të shpiki një kërcënues irreal në një botë publike. Tani unë qa e shtiu? Unë e kam diskutim që unë kolegu timi besoj për hir të integritetit që ka dhe të profesionalizmit që ka. Po mbetet avokat, i klientit të tij gjithsesi, pa diskutim dhe më tha që në momentin që e dëgjoi këto deklaratë, po ta mbaroj pak lutem. Në momentin që e dëgjoi këtë deklaratë, pa diskutim tha që ne do bëjmë një denoncim sepse nuk është e vërtetë. Unë mendoj që kur dikush ka ndonjë avokat që pranon fajsinë e klientit vet? Ka avokat që bëjmë punën me integritet. A ka ndonjë avokat që pranon fajsinë e klientit?
ishte si është shpejt për shpall fajtor. është me tendencë. Po s'po e bëjnë fajtorën, vlla. Ato e kanë denoncuar, dhe fakti që ato e kanë thuar sot në SPAK, do të thotë që këtu diçka Unë shpresoj që deputetët ta ketë bërë një denoncim tani ato kanë bërë sot Jo, dhe ata kanë bërë në SPAK. Ato kanë bërë në SPAK, nuk e di. Deri tani është ky komunikim. Por ajo deputetja nëse ka prova, patjetër që ky është shtet i cili ka marrë me mira çështje, ka hetuar me mira ngjarje, ka dhënë prova që përballë krimit të organizuar nuk i trembet dhe të paktën edhe për SPAK-un i kemi këto prova sepse i ka bërë publike vetë me punën që ka bërë dhe nuk besoj që një komunikim i deputetes me këto institucione nuk do të prodhonte siguri për deputeten, por nuk do të jepte edhe dritë. Ja të citoj pak, pretendimi se familja Bajri e ka kërcënuar, thuhet në kallëzim, është i pavërtet dhe i pambështetur në asnjë provë të paraqitur. Antarët e familjes ndodhen aktualisht të privuar nga liria në burg dhe nuk kanë pasur asnjë mundësi faktike për të kryer veprimet që u atribuohen, thuhet ndër të tjerë në kallëzimin e depozituar në prokurorinë e posaçme. Përderisa kanë bërë denoncim, ata nuk përjashtohet mundësia që dikush ke shkruajtur mesazh se gjithëve na vjen në mesazh në rrjetet sociale. Nuk përjashtohet, po mirë është të hetohet kjo dhe pastaj dilet në deklaratë. Ajo mund ta evidentojë shumë mirë sepse ajo është deputete e Republikës së Shqipërisë, nuk ka rëndësi është majtës apo djathtë. Pra këtë pyeta dhe unë. Ka lidhje me kushdo që kërcënohen. Mund ta thënë institucionet caktuara dhe unë jam e bindur që jo vetëm institucionet, po dhe të dyja partitë politike do jenë suport zonjës sepse pa skandal për gjitha palët është më mirë. Po jo vetëm për deputetin, por për çdo njeri që mund gjendë nëse është vërtet. Sa e pash më erdhi keq edhe pa diskutim që telefonova një kolegun tim që mendova që mund të kishte informacion. Dhe në momentin që dikush ty të bën një kundra denoncim do të thotë që nuk të kanë kërcënuar. Në këtë logjik. Në këtë logjik ka përjetës. Qëndrimi që ka bërë kryetari i grupit parlamentar Partisë Socialiste, që deri ndje, ta u lënë balla, që deri ndje ka pas në grup Mariana Koçekun, u tregua shumë hipokrit. Në fakt, du ta kishte marrë në mbrojtje, deri në momentin e verifikimit dhe të sqarimit të këtë. Nuk kanë pasur komunikim. S'ka komunikim, s'ka pas komunikim, ndoshta s'ka pas. O zotëri, deri të premten ju lutem, pavarësisht komunikimit që ka bërë deputetet, e supozojmë se është smur deputetja. E supozojmë se ka lajthitur. Ndjes, i kërkoj ndjes publike për këto që po them. Kryetari i grupit parlamentar që deri dje ka pas në parlament, në grup, duhet kishte një prononcim deri në sqarimin e rrethanave që kemi të bëjmë me kërcënim, apo s'kemi, deri në shprehjen e organeve ligjit zbatuese në Shqipëri. Nuk është adresë. Ju lutem, pavarësisht se kush e bën denoncim. Kjo është bashkësetësuese. Lutem deputet. Nuk ka bërë denoncim. Se lutem, pavarësisht se kush e ka bërë denoncimin, Mariana apo të akuzuarit nga Mariana, sepse nuk e dim përfundimin. Kryetari i grupit parlamentar duhet kishte një solidarizim me të dhe ta thoshte unë jam në krahun e deputetës. Po duhet ta ketë më përpara me vetes. O zotëri, deri në sqarim shtohet shpreha deri në sqarimin e rrethanave. Sepse ne kur aksidentohet një njeri, pavarësisht se kush është fajtori në aksident, ne u japim ndihmë të dy palëve. Dhe sqarohen rrethanat dhe njëri merret në përgjegjësi penale, tjetri shkon në shtëpi. Problemi qëndron, prononcimi i parë në momentet e para tregon nivelin e integritetit, të personalitetit, të baballekut politik. Po jo, po ne nuk mund ta pushkatojmë tani të themi ato që ajo ka shpikur ca kërcënues i real. Nuk shkon kjo. Deri tani s'e ka thënë askush. Kështu e ka thënë. Jo, absolutisht. Nuk e di. S'është kërcënuar. Unë e kam dëgjuar bisedën dhe nuk. Po ne thomi s'është kërcënuar pra. Ne do të jo zotëri. Ne këtu po unë po them. Jo, ne po themi që nuk sapo e tha Lesa që e ka bërë këtë komunikim me publikun për të marrë suport politik. Ne nuk e dim. Zotëri, unë po ju bëj thirrje. Se jemi në krahun e deputetës deri në sqarimin e rrethanave. Sepse nuk ka një deponim, një gjallë që thotë që përveç në rrjetin social. Të lutem shumë. Institucionalisht po kështu është tash. Të lutem shumë. Po, Kreshniku ngati. Kemi pas plot raste
Ne kemi pasur rastin... Më po flasim për rastin konkret, nësë flasim për Po, rastin. hajtë flasim për rastin konkret për rastin konkret po themi. që u rreshtove për të mbrojt Belinda Ballukun kur nuk ka shqiptar që nuk e din se nuk është zhytur në batak. Ja hapim vllatë çështjen. Po çfarë tani, çfarë flasim kot tani, po më thuajt mua tani. Qëndrim me dy standarde. Shiko, mos ma qëndrim me dy standarde. Por një deputete që është potenciale, ne po bëjmë heroizëm. Për këtë po e shkelim me ka. Ka mbajnë një qëndrim. Zotri. Edhe unë po të thosha që do ketë mbledhje zyrtarisht nuk është se ka një denoncim të zonjës Koçeku. Qëndrimi bëhet moralisht. Qëndrim paraprak dhe qëndrim zyrtar. Po mirë, Prençi, edhe gjua që ka deputetja, kam me ju shkatrue, nuk kam një Dëgjo, o Marcela, dëgjo. Unë nuk besoj, duke e ndjekur në 8 muaj jetë parlamentare, të Mariana Koçekut, edhe nuk e besoj në formimin e saj, në qëndrimin e saj, në edukatën e saj. Po vetëm ti duhet me fol me Jere Bil, kurse ne jo. Po unë nuk e besoj që të shpiki kërcënues Po nëse të thonë gjatë, Monena të thonë se nuk ka një denoncim në prokurori, nuk ka një denoncim policinë e shtetit, por e po thënë nuk ka qëndrim zyrtarisht. I lejohet, nuk na thonë dikun që kemi një kërcënim. Dëgjo, mos gaboni shumë. Let jetë ligjvënëse, i lejohet në moment... Po doro pak nuk shkoka. Po nuk shko, pasë duhet shkojt institucionet e drejtësisë ta depozitoj kallëzimin. Ktheu të klënda e psikologjisë. Ti ktheu. Gjdo njeriu i lejohet dhe i tolerohet një reagim emocional kur ajo është e pambrojtur dhe ndjet e braktisur. Unë, hajde leta konsiderojmë... E braktisur nga ku? Leta konsiderojmë... Partinë e vetë, kjo thotë është ajo e braktisur. Dëgjo, Alessia. Po ku ka institucion më që mos Jo, dëgjoni këtu. Marcela, me lejoni ta mbaroj fjalinë. Nuk ka shans institucion. Mariana Koçeku është deputetja e vetme që ka reaguar, është përballur me kryeministrin dhe qeverinë shqiptare për arrogancën e pushtetit, arbitraritetin e treguar në theth. Një deputete që partit mua që komplimenton në Ramën nga mëgjesi dhe ritarë dhe përbluzë E dyta, po kjo deputete, Nuk ka ispranur replik, do flasti vetëm vetë. Po kjo deputete ka reaguar për Baks Riolin. Jo, kjo deputete kërkoi ndjesë që nuk ishte reaguar sa duhej për sa duhet, po ka reaguar. Jo, nuk ka ndodhur. Dhe duke qenë në dele në vathën e 83 deleve, ajo ka marrë vendimin të dalë nga tufa e deleve. Dhe për këtë... Po të dalë nga tufa e deleve ta dorëzoj mandatin e dhuruar nga Edi Rama. Ta dorëzoj mandatin, atëherë do t'i bëjsoju Mariana Koçeku, sepse është një mandat i falur nga Partia Socialiste dhe nga Edi Rama. E ke gabim. Dhe ajo zonja para 8 muaj që komplimenton të Ramën qa bluzë vishte dhe sot nga bën heroizëm. E ke ti gabim. Qofse zonja është kështënuar, shkoj të institucionet, mos bëni shumë mediatik. Të të bëj pyetje. Nuk do bësh pyetje fare o Prenç tani, se ti po thua tani. Ti po thua tani mund kërcënojnë, mos shkoj të institucionet. Unë po them kështu. Mariana Koçeku nuk ka shku te Edi Rama për të kandiduar për Partinë Socialiste. Ka qenë Edi Rama që e ka thirrë Neo Malsoren për ta bërë pjesë të ekipit, sepse kishte nevojë për votat e Marianës. Edhe të lidhjes me Marianën. Sa vota do ketë Mariana pa PS-n. Okej, mirë, Kreshnik, unë lutem se do kalojmë edhe tek çështja e mandatit. Kreshnik, për situatën e kërcënimeve? Mandati është i shqiptarëve, mos e vënë diskutim. Unë kam një qasje tjetër për zonjën Koçeku, për Neo Malsoren. Po. Duke qenë se ka siguruar një mbështetje kaq të madhe mes protestuesve, duke qenë se ka sensibilizuar dhe e shpërqyer aq shumë nga publiku, duke qenë se ka bërë një deklaratë publike që unë nuk do të heqi dorë nga rroga dhe nga mandati, po do ta ushtroje pavarur. Se jo, protestuesit, duke qenë se janë dhe në krizë për lider, le ta zgjedhin lideren Neo Malsoren socialiste në krye të saj. Duke zgjedhur Neo Malsoren, i futen luftën. Para, vetëm një sekondë ta mbaroj. Duke zgjedhur Neo Malsoren, përfaqësuese të tyre, liderët të tyre, ka një deputete në parlament. E dyta, nuk kanë nevojë për firma për të kriju parti, se është deputetja në bazë të ligjit, mjafton të ketë 5.000 votë firma. E treta, duke qenë se kanë konflikte me njëri tjetrin dhe kjo është më e pëlqyera, e bëjnë kryetar. Me këtë kënaqen të gjithë. Kënaqen protestuesit, kënaqet PD-ja që e mbështeti, kënaqet dhe Edi Rama. Se
fundit do ketë një socialiste që do ja drejtoj të gjithë win-win. Nesër pas nesër dhe po fitojnë në gjë, prapë fton në koalicion. Kështu që kjo dashuria e madhe që këta shprehin, është mirë që të materializohet. Unë jam njeri që i shikoj gjërat më thellë. Po ka një problem Kreshnik se nuk është antare e Partisë Socialiste. Dhe nuk mund të quhet socialiste. Po e pavarur, patjetër. Pra, s'është antare. Kështu është më mirë për lider. Në statutin e Partisë Socialiste çdo deputet është automatikisht antar. Jo. Statutit po. Edhe protestat i drejtoj ajo, edhe fjalimet i drejtoj ajo. Është antare e Partisë Socialiste. Kështu që është Çdo deputet i Partisë Socialiste është antar i kryesisë Partisë Socialiste. Janë zgjidhja më e mirë që zonja Koçeku të jetë lidere e protestës. Po, interesant. Nuk e dim sa thoshtë në fiu, në zonën Balliu, a e pranojnë se janë protestus? Kush, unë pa tjetër që jo, se për para 8 muajsh po komplimenton të Ramën për bluzën, tani mbas 8 muajsh doli revolucionare, po varet kush po e përdor dhe pse po e kesh përdor është pyetja. Shqipëria e re ka konteksti im. Alesja mos u bëj xhelozë, Shqipëria e re ka nevojë për gjithë. Xhelozë bëhen vetëm për ty, që do votosh atë jo mua. Duhet të takojë realisht, është një mandat i publikut, i qytetarëve, apo i Partisë Socialiste, apo është i saj. Si e koncepton? Se ka dhe një debat tillë tani. Në fakt, ta them dhe të fundit para se të filloj faiku, ta them të fundit. Po. Dëgjoj, zgjedhja e deputetes Koçeku në krye të protestës dhe për lëvizjen e re që po lind në Shqipëri, tashmë është në vazhdim dhe të praktikave që çdo kryetar opozite e mbrojt nga PS-ja. Kështu që e ka terrenin gati. E ka gati. Ne vazhdojmë me Koçekun ti besojnë asaj. Okej, mirë. Basha? Shiko, çështja e mandatit, me thënë të drejtën, zonja Koçeku duhet të dilte dhe të bënte një sqarim të plot mbi gjithçka që ajo ka diskutuar brenda Partisë Socialiste, nëse ka diskutuar, sepse të dalësh në një përfundim kaq ekstrem, pa ngritur zërin dhe pa ngritur shqetësime dhe pa rrafur mendime dhe pa patur ballafaqime, kjo është pikpyetje e madhe. Po, në status thot ka 10 muaj që unë jam privuar nga kufit. Po pra, status më të shkurtër. Nuk është vetëm protesta e islamistëve. Status më të shkurtër me përgjegjësi më të madhe në jetë time s'kisha pa ndonjëherë. Vetëm do të lexosh në status më të shkurtër me një përgjegjësi më të madhe, domethënë nuk e di. Vetëm të kisha thënë u largova. Do ishte më i shkurtër, po më të shkurtër nuk kam më. Domethënë të kesh kaq përgjegjësi. Si Rufén Qellhapur, apo jo? Apo se keni pritur kështu? Po jo, po tani me 6 qershor ishte me Ramën dhe nuk pati asnjë me në komunikim publik atje kur u bë festa e Partisë Socialiste, me komplimenta e tjera çdo gjë në rregull. Kur u bë thethi, tha tashmë është liruar dhe thethin, që i hoqim ato ndërtimet pa leje. Gjatë gjithë kohës nuk ka ngritur asnjë lloj shqetësimi dhe nuk ka patur asnjë lloj pretendimi. Një njeri kaq i revoltuar, nuk ka unë për vete nuk e bëj. Unë kur kam patur ato për të thënë, i kam thënë, vrejtjet i them, problemet i them, edhe të mirat kur është për të thënë i them. Por të kesh këtë revolt kaq të madhe, pra ose duhet ndahesh një herë mirë. Do të ndahesh. Duhet ndahesh një herë mirë, edhe i thua. Këto janë problematikat, nuk kam patur mundësi t'i them sepse kam pas të, po e lë dhe mandatin tuaj dhe kur të vi koha që të përballemi, pro idesë duhet të lënë edhe mandati, jo vetëm ose duhet të kishte bërë, unë jam me këtë, nëse ajo do kishte bërë një mbrojtje të gjithë ideve që ka, gjatë gjithë kohës që ka qenë, apo në ato moment kur e ka menduar që forca që përfaqëson nuk po bën ato që kjo mendon dhe është më e mira për vendin e saj, do kishte dalë me tezat e saj hap pas hapi, atëherë mund të them që kjo i ngriti shqetësimet, ja ta mbaroj, sepse është shumë delikate, sepse mandati fundja është personal, ndërkohë që ti e ke marrë lista mbyllura në socialistët nuk e dinë. Mandati është i popull. Po kishte listë hapur. Jo, mandati është i popull. Me këtë lloj formule është shumë problem. Patroni ja pyeti Kreshnikun për mandatin se va shpjegon shumë mirë se Kreshniku e tha, ajo do rrogën është në rregull. O fai, vetëm një sqarim. Edhe unë deri diku kemi dy standarde. A duhet ta marrë mandatin Neo Malsoria me vete apo duke qenë në listën pikërisht dëgjoj. Absolutisht në mënyrë kategorike mandati është populli ja ka dhënë Mariana Koçeku. Mariana Koçeku ka kush e vendosi? Kush e vendosi? Po. Se ka detyruar kush Edi Ramën ta vendosë. E ka zgjedhur
për t'i marrë kredencialet politike, aksionet politike që ajo. Pra deputetët nuk i zgjidh nga kryetari i partisë, nga populli tani. A e mbani mend grupin e kërparatës Partisë Demokratike që përfundojnë parlament edhe miratun ligjet e ndryshime kushtetuese që kanë bërë grop për Shqipërisë, apo ishin interes PS-s ata? Rrini tani. Tani ka dy probleme. Ku dallon të qenurit? Ku dallon të qenurit? Qenj i rritur në tufën e deleve të Partisë Socialiste dhe i ardhur nga jashtë tufës. Mariana është e ardhur jashtë tufës. Ka marrë dhe kecat. A ju mbani mend çfarë qëndrimi të rrept ka bërë Spiro Pali në raport me problemin që pat kur u shkarku si ministre? Po. Statuset kanë qenë shumë gjata, shumë argumentuese dhe shumë më të forta kundra Partisë Socialiste dhe Edi Ramës. Spiro Pali ishte në parlament sot, i bëri votat. Po pra, sot shkruaj votoj pra. Prit pra. Kjo ndryshimi i rritur në tufë, atje ku vetëm zbatohen urdhra partie dhe një person që është i lirë, demokrat në shpirt që vjen nga jashtë tufës dhe din edhe të dale sepse nuk pranon të vihet në rresht. Në grupin parlamentar të Partisë Socialiste nuk ja dhanë drejta të flasë kërkush jashtë ideve të njëshit. Iko ajo punë. Ermal? Nuk ndaj gjendjen me zotin Brenqi. E para punës, Partia Socialiste nuk është tufë. Partia Socialiste është një strukturë shumë e organizume, mirë organizume. Deputetet janë tufë, jo partia. Edhe deputetet edhe partia që hynë zgjedhje, marrin mandate, biles ju dalin marrë mandate dhe për Elisa Spiro Pali the ka thonë 1000 gjëra dhe... Nëse janë në limite, kam 1 minutë në fundit të gjithë. Po si rritën tufë, pra? Është kushtare, pra. Ka patur një këndvështrim. Është antare partije, kjo është antare partije. Mandatin e listë mbyllur, mandatin e listë mbyllur si që ka vendosur. Të lutem, Alesia Brenqi, mandati vendosur në listë mbyllur, si që ishte Neo Malsoria në krye të Shkodrës. Duhet ta ketë me vete mandatin apo ja ka dhënë Rama dhe dalët e PS-ja? E para punës nuk ka asnjë lloj diferencë mes mandatit të hapur dhe mandatit të mbyllur. Sepse nuk e dim se sa vota mund të merrte realisht. Nuk është provuar me vota. Atëherë unë për vete vi nga listat e mbyllme. Okej, nuk jam te listat e hapme. Po ti shon këto listat e mbyllme, unë as ata që morën vota do kishin marrë sa morën, edhe unë do kisha marrë një votë ndoshta. Kështu që nuk është kjo. Mandatet janë gjithat Partisë Socialiste. Pra, jeni në listën e mbyllur vetë, do ta jepi mandatin apo kur tikje apo mandati jot që s'njeh kush për deputet. Mariana Koçekun e njohin për deputet, ose kanë ditë sot deputet. Po mirë mos mjafton me njofti. Po jo më vllai dash, pa kupton pra se s'ke fol, se s'kam dëgjuar të flasish për publikun, për mandatarët. Kur kam folur për problemet... Po kur ke folur? Kam folur për problemet... Po kur, se s'të mbaj mend? Jo, po s'kam si me të folë ty une. Se ti vjerë këtu më thumër, zotri. Por e sa e ke folë parlament? Kur ke folë parlament? Çfarë kauze ke ngritë parlament? Po ti s'të mban nga Edi Rama, mo. Ti vjen këtu, a po mblet marrë të lutem? Ti vjen këtu dhe thua që i vetmi njeri që diskutoj ka majtë qëndrim për diskutimet bakstruet është Mariana. Që s'është e vërtet, i vetmi amun, vlla. Ku ke folë? I vetmi njeri që kam folë edhe ka majtë qëndrim. Ku? Shifin media, shifin ku e mediat. Hajde që këmë nesën protest. Seriozisht e ke, ja, pasëm thuj mu hajde, pasëm largo fare tash. Unë kam shkuar 7 ditë në bashkë. Ti ja ke qenë. E kam majt unë, edhe nuk e kam majt ai. Zotri, unë kam qenë. Kur ishte puna me dalë. Ti ja ke qenë. E kur ishte puna për me dalën kratë atyre që i dhonote policia private e kam majt. Nuk është fundi i botës cila kundra Edi Ramës, zotri. Nuk është fundi i botës. Dëgjoj. Djalë Lezhe është ai që për parimet dhe interesat e publikut del kundra edhe Sali Berishë dhe Edi Ramës. Atëherë të çujmë altor. Mandati është i Partisë Socialiste. Mariana Koçeku njihet më shumë se ti. Edhe për ma tepër, zotri, mandat në Shkodër, për ma tepër një mandat socialistave në Shkodër. Hidhe në faqet televizionit tuaj, kush njihet më shumë Mariana Koçeku a zotria? Të dy deputet. Kemi notu ujëra të ndryshme. Unë e vi nga eksperiencë 25 vjet Partisë Socialiste, ajo ka ardhur te Partia Socialiste bërë deputete pa i thënë kush au lodhë i herë. Marcela, se ishte bukur kjo e Prenqit, ishte shumë e bukur me që pyeti kush njihet më shumë Mariana apo Ermali. Unë doja të bëjmë një sondazh kush njihet më shumë, njifem unë apo deputetët e Saliut listës mbyllur, Qarku të Elbasan. Okej, se dhe këti ke qenë të mërësisht aktive. Me Krishtikun një fjali. Ne po themi për dy deputet. Ata snifën, se jam bashkëri kaos, se jam bërë bashkërisë në rame, ata do të argumentuar. Po të më lënë edhe mund të dëgjosh. Po të më lënë edhe mund të më dëgjosh. Mandati i takon deputetës në qytetarëve atij se sa ato që marrin pagën në Elbasan, që ka fut Saliu në listë mbyllur. Preshnik, të lutem, mandati i takon Marianës apo Partisë Socialiste? Me një fjali. Prenqe. Mandati deputetit është individual, jo kolektiv.
Edhe njerë të lutem Kreshnik të kërkoj ndjesë, nuk të dëgjova Edhe dot. njerë, mandati i deputetit është individual, jo kolektiv. Këtë që ka bërë Mariana Koçeku nuk është e para. Ligjërisht është kështu. Ligjërisht, po. Edhe me listë të mbyllur. Me 10 deputet që janë larguar nga grupet parlamentare, por nuk e kanë lëshuar mandatin. Mandati është personal. Okej. Pra, merret personalisht dhe hiqet personalisht. As nuk ta merr dhe nuk ta heq partia. Faleminderit Kreshnik Spahiut, faleminderit Basha. Faleminderit dhe ju, po ne diskutuam çështjen morale. Jo, s'ka moral. Dhe përfaqësimin politika s'ka moral. Si ndihet shqiptari që ka votu, ai që e përfaqëson, po ligjërisht ne dim në X kushtetuta Republikës Shqipërisë. Okej, faleminderit Basha, faleminderit Ermal Pacaj, faleminderit Alessia Kreti, faleminderit Prenqe. Faleminderit dhe juve të nderuar teleshikues që ndruat me ne deri në këtë orë. Bashkë ndajemi këtu, natën e mirë Prenqe. Mund të kesh skenën, të dalësh ta mbyllësh vetë sot. Se u çove i pari. Faleminderit, natën e mirë.